Projekt ligji I ri për energjinë është një ligj që është më I qartë dhe më I detajuar se sa ligji që e kemi aktualisht dhe që tregon saktësisht se si funksionon sektori I energjisë në Kosovë, por edhe shumë me rëndësi çfarë të drejtash kanë qytetarët. Ndryshe nga ligji aktual që është hartuar në përputhje me pakon e tretë të energjisë dhe vendos vetëm rregullat bazë për organizimin dhe funksionimin e sektorit, ky projekt ligj I ri, përveç që mbulon çështjet ekzistuese, ka në fokus kryesor të drejtat dhe mbrojtjen e konsumatorit, duke sqaruar më mirë çështje konkrete që janë shumë interes për qytetarët dhe bizneset. Ky projekt ligj ka karakter kornizë dhe përcakton parimet dhe strukturën e përgjithshme të sektorit të energjisë, ndërsa rregullimi I detajuar I aktiviteteve specifike zhvillohet përmes ligjeve sektoriale dhe akteve nënligjore të miratuara nga institucionet kompetente. Pra një nga këto ligje specifike që e përmenda është edhe ai për energjinë elektrike, të cilin do ta pranoni sot si Kuvendi I Republikës së Kosovës. Ky ligj është I hartuar në përputhje me akit të Bashkimit Evropian dhe transpozon pjesërisht direktivën 2019/944 për rregullat e përbashkëta për tregun e brendshëm të energjisë elektrike, rregulloren 2019/943 për tregun e brendshëm të energjisë elektrike dhe rregulloren EU thyes 2018-1999 të datës 11 dhjetor 2018 mbi qeverisin e Unionit të Energjisë dhe veprimin për klimën. Ministre, në cilët ju kemi sot në Komisionin për Ekonomi, e gjithashtu të paraqitet një nga ligjet të cilat me agendën e reformave që ne jemi dakorduar si vend me Bashkimin Evropian e kemi të planifikuar qysh nga viti 2024 që ta kemi në miratim, por që normalisht ishin le themi llogatët institucionale ato që na pamundsuan dashka më herët të kemi një prezantim tuaj edhe një miratim nga ana e Komisionit, po mirë që kemi sot dhe për këtë unë ju përgëzoj edhe për punën edhe për angazhimin, por edhe për ato risit që I keni fut në ligj, e sidomos tek pika për mbrojtjen e konsumatorëve të cenueshëm. Ne me ligjin e vjetër kemi pas një fond që ka qenë prej 4,5 milionë në vit si mbrojtje për këtë kategori. E shohim që me ligjin e ri, kjo ka një tendencë të një përfshirje shumë të madhe të këtyre kategorive të cenueshme, dhe në zbashku me Ministrinë e Mirëqenies Sociale, ju do të merrni një hap, respektivisht Ministria e Mirëqenies Sociale do të merr hapin, por në konsultim me juve, sa I takon miratimit të një akti nënligjor I cili do të merret me këto kategori. Unë kisha pas dëshirë që kjo të mos shkojë në 9 muaj siç parashë ligji, por të bëhet më shpejt për arsye se regjistrat janë mirëqenia sociale I ka të gjitha kategoritë e këtyre personave që janë asistencë sociale, vetëm të bëhet ndoshta një klasifikim sa duhet të jetë ai niveli I të hyrave për familje me qëllim që ne të kemi një pasqyrë të qartë të konsumatorëve të cilët do të mbështeten nga fondet e shtetit. Mirë, po më intereson, a keni bën ndonjë projekcion sa I përket kostos që do të ketë kjo, që sigurisht që do të jetë shumë më madhe se sa 4,5 milion euro? Nga ajo që shoh në nenin 6, hapër, nëse nuk është shkarje teknike, zbesoj që është shkarje teknike, se bilanci nuk është shkarje teknike, pra ju keni centralizuar në mënyrë absolute çështjen e planifikimit, bilancit të energjisë, në gjithë sektorin, që nënkupton për mu hapër konflikt të interesit, që për mu nënkupton ndërhyrje direkte në planifikim, në import, në eksport, në remonte, në mirëmbajtje. Dhe nëse një regulator I jepet kaq përgjegjësi dhe vetë planifikon bilancin e energjisë dhe vetë ja dikton kekut sa me prodhu, sa me importu e sa me eksportu, edhe mirëmbajtjen, unë konsideroj që është fort konflikt interesit, apo ndërhyrje direkte. Nuk ka ndodhur në ligjin që e kemi aktualisht fuqikja. Pra këtë pikë e keni ndryshu për mu në mënyrë arbitrare në kuptimin ekonomik, jo njerëzor. Pastaj, njëjtë është edhe me kostin, njëjtë veprohet edhe me ndërmarrje tjera shërbyse. Për ta ilustru këtë mendim timin që nuk ban tjetë ky ligj kështu si që është shkru nga ju, gjithsesi ekipi juj, mendoj që ju duhet të ktheheni raportit konsultativ që sot e kemi publik. Dhe krahasoni këtë ndërhyrje në ligj dhe raportin publik që e kemi nga zyra rregullatorit. Tash, ky ligj
është e pranueshme pjesa e të mirave, sikur për kufizimi i varfërisë energjetike, pjesa e tranzicionit, mirë po përveç se ky ligj jep kompetenca shtesë ministrisë, edhe që e humb rolin e rregullatorit, që ju e përmendët, ose përmendje edhe deputeti Driton Hyseni. Gjithashtu, ma vonë, të më thonë, ju mundi si ministri mundi me ndiku edhe në çmime, edhe në shërbimin e operatorit ose furnizuesit publik. Shtrohet pyetja për çka është na vyt zërëja kur ministria mundet me ndëry gjithsesi. Tani pi vjen ministria, a i raporton a nuk i raporton komisionit, e tjetra çka është hala më me rëndësi, se dhe ashtu nuk mendoj që zyra rregullatorit të energjisë është e pambarën, është që pronat në shfrytëzim ose në posedim të ndërmarrjeve të energjisë, gjithsesi në 26.1 i takojnë ndërmarrjeve të energjisë. Pra, nëse ndërmarrja e energjisë ka investuar një parcel, unë nuk e kam këtë rast, po dikush mundet me pas, biznes ose individ, me nenin dhe nenet përcjellëse të nenit 26, paragrafet i takojnë ndërmarrjes së energjisë. Tash ju e përmendet që keni pas probleme në të kaluamën, juve mundet m'ia vëzhgjë problemet, po problemet i hap në anën tjetër ku blanko i takojnë ndërmarrjes së energjisë. Në nenet me poshtë, në paragrafin 2, i takojnë në shfrytëzim 99 vjet. Tash unë e kuptoj që është edhe dekomisionimi i nenet më lart, po me që të nen, për shembull, kec unë të marrë dhe thot, le që unë e marr pronën, le që unë muj me regjistru në drejtorinë në zonën e katastrit, po edhe kam në shfrytëzim 99 vjet. Tash ka shumë raste, unë e di që ky ligj nuk i ka shku as pak bizneseve, pas shoqata për mbrojtje të konsumatorit, unë s'di pse keni shku agjencia për gjibarazi gjinore, kur mas pari o ka ndosh konsumatorit me shku ky ligj, edhe bizneseve cilat vetë kanë investu, i kanë marrë trafot, i kanë bo, edhe në fund sot ju shkan që kjo pronë, në ndërmarrjeve të energjisë dhe ato ka mundësi për 99 vjet. Tash është dyti ligj që për të parën të ski fajse është me çmime tavan, që i konsultimeve publike, edhe kjo është një ngritje vetdijes për pronat. Tash, çka mund është me thonë që mas 26 vjete pronat i kalojnë kecit, bile, nëse nuk shkojnë në 36 muaj në kontest, atër mundën mi kalu edhe kur janë kom pronë shtetërore. Pra asnjëherë e kom pa dhe ligjin e kalum, si me këtë ligj nuk janë fuqizu në pronat e tyre ose në vendosin stabilitetet ndërmarrjet si kec. Tash, edhe për me shtun këtë pjesë na nuk po folim shtet biznes, na po folim biznes ose konsumator shqiptar, kosovar që ja ka lënë kecit. Kjo kish pas me kon vrejtja e më e madhe për këtë ligj dhe unë dosh i kim besoj edhe komentet e tua në këtë pikë, edhe që e përmende para vitit 2010, tash kur në vitin 2006 është marrë leja për operim transmetimit të energjisë elektrike së shpërndarjes, ky regjistrim thot bëhet pavarësisht ekzistimit ose të jot një kontrate. Pra unë s'kam ose jo kontratë me operatorin e shpërndarjes, operatori i shpërndarjes mundet me regjistru në zonë kadastrale. Ku po kjo në vend demokratik edhe me liri si Kosova? Ligji për energjinë, projekt ligji për energjinë që po e trajtojmë sot, si dhe projekt ligji për energjinë elektrike që shpresoj që do të trajtojmë së shpejtit, cilin do të pranoni si kuvend pas rreth 2 orësh, së bashku me aktet nënligjore relevante, duhet të miratohen deri me 31 qershor të këtij viti, në mënyrë që të mos humbim përkrahje financiare prej 9 milion euro në kuadër të planit të rritjes të Bashkimit Evropian. Dhe pra arsyeja pse është shumë e rëndësishme që të mos i vonojmë planet mos i vonojmë ligjet deri me 31 qershor deri në afatin e fundit, është se nëse vonohen ligjet, atë do të jetë e pamundur që të miratohen edhe aktet nënligjore, ndërsa ne jemi duke punuar që deri me 31 qershor ti kemi ligjet, mirë po edhe aktet nënligjore të miratuara në mënyrë që të mos humbim asnjë cent nga kjo vlerë. Obligimi i shërbimit publik u përmend nga disa deputet, edhe pse në kontekste të ndryshme, qoftë pozitive, qoftë negative, qoftë si u cilësua si ndërhyrje në punë të rregullatorit, që në fakt nuk është.